Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Muhammed ibn Abdullah al-Mabuthi rahmatan lil alamin. Jemi në natyrë dhe në një fshat nga fshatat e periferisë së Shkupit dhe më kujtu që të përcjelli një porosi të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, një porosi shumë të rëndësishme për gjithë neve, që duhet njeriu të ruan dhe të ketë kujdes që të mos del nga natyrshmëria e tij. Ajo porosi është kujdesi ndaj prindit, në veçanti në raportin material me prindin. Shumë njerëz, shumë djemë të ri, pasurinë që prindi e ndërton me vite, kur prindi u alen atyre në menaxhim, djemët e marrin atë pasurinë në menaxhim dhe llogarisin më vetëm të veten, edhe disi në një farë forme dhe mënyre e përjashtojnë prindin nga përfitimi nga ajo pasuri. Shpesher prindit, fëmijëve të vetë u alejojnë që t'jetojnë në shtëpiat e prindërve, që t'i shfrytëzojnë dyqanet e tyre, tokat e tyre, villat e tyre, pasi që jemi edhe në një villë këto, dhe kështu me radhë. E ndonjëherë djemët, fëmijët harrojnë që gjithë ajo pasuri parimisht është pronë e babës. Dhe se personalisht edhe ata janë pronë të babës, edhe nëse e kanë ndërtu vetë atë pasuri. Edhe nëse djali vetë e ka ndërtu një pasuri, e ka fituar vetë pa ndihmën e prindit, pa ja servu atë fitore prindi, përsëri ai dhe pasuria e tij janë pronë e prindit të vetë, sepse shkak dhe sebeb për ardhin e tij në këtë dunjë është pikërisht prindi i tij dhe prindrit e tij, nona dhe baba e tij. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha sahabiut, ente wa maluke li abik, te së bashku me pasurinë tënde jeni pronë e babës tënde. Një tregim i gjatë dhe ndoshta ndonjëherë ja vlen që më gjithësisht e shpjegojmë, kur një djalosh vjet të ankohet tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se gjoja prindi vet ka shfrytzuar diçka nga pasuria e tij pa lejen e tij. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha atij djaloshit, ti o djalosh së bashku me pasurinë tënde jeni pronë e prindit tënd. Është nga mëkatet më të mëdha që djali të jetojë mirë e prindi të jetojë keq. Djali të jetë i pastër e baba të jetë i varfër. Djali të jetojë si zotëri e prindi të jetojë si ndonjë shërbetor. Të kemi frikën e Allahut dhe të jemi të kujdesshëm të vëmendshëm në këtë çështje. Se prindi është ai i cili duhet të jetojë më së miri në shoqërinë islame. Është pa imagjinueshme dhe ai si ja kuptoi Islamin mirë, i cili jeton mirë vetë, kurse prindi vetë jeton keq. Zot na ruaj të mos flasim që ai të vuaje apo të mbese si ma keq e si ma zi si pasojë e mungesës së pasurisë, kur djali i tij ka mundësi që të i ndihmon apo që ti jep prindit të vet nga pasuria e tij. Të jemi të vëmendshëm e të kujdesshëm. Djali kur s'guxon mi thon babës se vet kjo është e emja, nuk është e jotja. Djali kur s'guxon mi thon babës vet, ti s'guxon me prek pasurinë time dhe s'guxon pa thon unë asgjë me bë. Ajo është babë. Në kuptimin e plot të fjalës, ajo është babë. Dhe baba është babë. Çka do në merr dhe çka do në lën. E baba është ai i cili asnjëherë dhe kur nuk i shkon mendja mi bo keq dhe padrejtësi djalit të vet. Andaj edhe unë jam djali i dikujt, edhe që jeni dëgjoni këtë, jeni djemtë e dikujt dhe jeni bijat e dikujt. Të jeni të kujdesshëm e të vëmendshëm në raportin tuaj me baballarët tuaj në aspektin material, që të përkujdeseni për ata e që atyre me ju dal hakësh me sjellje buzëqeshje dhe me përkujdes material në gjitha nevojat dhe qefet që i kanë baballarët tonë. Zoti ju dha shtyme dhe shëndet atyve, e neve djemve dhe vladve, Zoti na udhëzoft e na vetëdijsoft dhe na shtoft kujdesin ndaj tyre. Mos haro se një ditë çaj babë që është atje do të bosh edhe ti. Nëse njeriu a ki bo keq nonës dhe babës tënd, ta di se vladjat 10 herë 100 herë ma keq kanë me ta bo. Të vetëdijsojmë se kemi të gjallë, që ta të lutem për neve që vladët e tona alo ma mirë të na e bëjnë. Se vallahi si ma zi na pret, nëse ata nuk janë të kënaqur, e Zot na ruaj me ju shku mendja me bon ndonjë doa kundra nesh.
o Zot na falë na vetë disa. Wassalamu alaikum.